Në Rumiq, si çdo vit, na përkujtojmë lëvizjen e madhe që banë qytetarët e Shkodrës, ditën kur thyn frikën dhe i ran grushtin e fuqishëm bustit diktatorit. Sot banë 35 vite, shumë prej pjesëmarrësve nuk jetojnë më dhe ju çojmë një dritë paqen dhe rahmet paqen ato që nuk nollen sot midis nesh. Ai qytetarët e Shkodrës, së bashku me rinin atë ditë 35 vite më parë, shkuan në para bustit dhe me vendosmëri dhe me çdo mjet arriten për me zhgull nga Shkodra. Shpresojmë që asnjëherë, edhe pse po ka tentativa, simbolet e asaj diktature, simbolet e të keqes shqiptarëve mos kthehen më. Unë duke i uru në gjithve atyne që kanë metë, shnet plot dhe një falënderim jashtëzakonisht madh për sakrificën e tyne, deklaroj të hapun ceremoninë e vendosjes konorave. Ju faleminderit. Si është ky 13 dhjetor, duke patur parasysh e thatë janë 35 vite nga ajo ditë kur do të sillte ndryshime të mëdha për vendin, po sot pas 35 vitesh. Ndryshimet janë të vogla, na prep jena në një diktaturë. Çdo gjë është e kapur nga partia shtet, ashtu siç ishte 35 vite më parë. Sot ne përkujtojmë trimninë e atyre burrave dhe grave të qytetit tonë dhe evokojmë atë ditë që të rikthehet prapë në zemrat dhe në shpirtin e shqiptarëve. Gjini, ka pasur një debat për lëvizjen e bustit. Edhe mrena PD-s, shohim që sot edhe disa mrena vallëve mungojnë që kjo lëvizje është bërë për të lënë vend skenës së fesë. Si qëndron e vërtetë? Nuk ka pas debat, ka pas një keq kuptim dhe sot ato që mungojnë janë të justifikuar sepse kanë qenë ftuar dhe janë të justifikuar sepse kanë pas detyrime të tjera. Detyrime partijake, këtu flasim për kryetarin e partisë dhe për disa prej deputetëve. Partinë ju e shihni është prezent. Pse është bërë lëvizja? Lëvizja e bustit ka kanë një kërkesë që në vitin 2000 për spostimin do t'ju vënë në dispozicion edhe shkresat nga kryetari i atëhershëm Lujt Surri, nga kryetari i Unionit Shoqatave Antikomuniste dhe nga të tjerë. Gjithçka, lëvizja e bustit është bërë në unison edhe me shoqatën e të përsekutuarve. S'ka lidhje me skenën e fesë? Jo, nuk ka lidhje me skenën e fesë. Grupit parlamentar të Qarkut Shkodër, por edhe të grupit parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë, gjithashtu dhe në emër të Partisë Demokratike, sot jemi këtu, së bashku me një pjesë të kryesisë së Partisë Demokratike Dega Shkodër, të kryesisë së shoqatës 13 dhjetori, të cilët ishim prezent për të bërë respektin e merituar në këtë 35 vjetor të kujtimit të demonstratës antikomuniste këtu në Shkodër. Kjo është një ditë e shënuar në fakt dhe Shkodra nuk i ka të pakta këto ditë për kujtimore, është një dëshmi e forcës së rinisë shkodrane, e familjeve shkodrane, e prindve shkodran, e intelektualve shkodran, të cilët të shumët erdhën këtu në shesh dhe me një akt të guximshëm dëshmuan edhe një herë që janë antikomunist dhe janë anti atyre të cilët për 50 vite e rënun komplet sistemin në këtë vend. Sot pas 35 vitesh duket sikur ende ndjek pas Shqipërinë jetës së shkuarës. Po për aq shkosa trashëgimtare të atyre që përsekutuan këtë popull janë në drejtim dhe mbrojnë krahët e njëri tjetrit, edhe kur organet kompetente dëshmojnë me fakte korrupsionet e tyre, atëherë për ne jemi përsëri në thirrje të popullit që të bëhet i shumt dhe të ulet në shesh dhe një herë e mirë ta dëbojmë këtë keqeverisje nga sistemi jonë. Gracias.
fyt mu, por kam fjalën opinion. Opinion. Shani gjithë kanë tamam. Ajo bën të shka futa nuk duhet. Çfarë s'kenë shuhet, s'kenë pas. Vetëm mund gjallë. Oh, dat is wel veel.